Jemi në mes të nëntorit të vitit 2023. Një muaj e gjysmë pas sulmit terrorist në Banjska, ku ishte vrarë rreshteri Afrim Bunjaku. Në rrugët e qytetit të Soloturit në Zvicër, në një ecje relaksuese miqësore, shfaqen atë kohë shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila, si dhe Sanda Rashković Ivić, një politikane serbe që kishte shërbyer si deputete në Beograd, si dhe kryesuese e një qendre që në Serbi e quajnë koordinimit për Kosovë dhe Metohi. Vox Kosova ka konfirmuar lokacionin e fotografisë që po e shfaq ekskluzivisht dhe për herë të parë. Personi që i kishte fotografuar, një shqiptar që jeton në këtë qytet, na tha se kurreshtja i ushtua pasi dëgjojte Kusari Lila i fliste serbisht gruas që ai nuk e njehte atëherë. Kjo shëtitje e Kusari Lilës në sheshin e qytetit me politikanën serbe po ndodhte në mes të diskutimeve diskrete që disa politikanë nga Kosova po zhvillonin me kolegët e tyre nga Beogradi. Vox Kosova ka siguruar fotografinë e shkrepur ku shfaqen pjesëtarët e dy delegacioneve. Nga pala kosovare, përveç Kusari Lilës, aty shihen edhe Fitore Pacolli e vetëvendosjes, Bernard Nika i Partisë Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri i LDK-s e Ardian Gjini e AK-s. Prapa Fitore Pacollit, ministri serb i integrimeve evropiane Nemanja Starović, antar i Partisë së Presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Pjesë gjithashtu ishte edhe Dalibor Jevtić i listës serbe. Nga bisedimet e këtyre figurave politike, ku përfshihen edhe ato nga pushteti aktual, ishin hapur tema për diskutim që bënin ndesh me linjën zyrtare të qeverisë së Kosovës pas ngjarjes së Banjskës. Paramendojeni, një ndër to se njësia speciale duhet të tërhiqet nga veriu. Dhe kjo pajtueshmëri arrihej ende pa kaluar 2 muaj nga sulmi i Serbisë në veri, ku më 24 shtator të vitit 2023, terroristët e udhëhequr nga Milan Radojčić vranë një policë të Kosovës dhe plagosën një tjetër. Dokumenti siguruar nga Vox Kosova tregon se diskutonin edhe për zgjedhjet në veri. Prap, ndryshe nga sa diskutohej në publik, aty përfaqësuesit e partisë në pushtet nuk tregojnë kurrfar kundërshtimi për pjesëmarrjen e listës serbe në zgjedhje. Pjesëmarrësit patën konsensus në organizimin e zgjedhjeve të reja lokale në veri, por propozuan modele të ndryshme. Por më e rënda nga temat, edhe për faktin se bëhej as 2 muaj pas agresionit në Banjska dhe vrasjes së policit Afrim Bunjaku, ishte ajo e diskutimeve për amnisti. Pika 4 shënon: Kosova të adoptojë amnisti për serbët në veri. Diskutonin edhe për asociacionin e çështje tjera, por siç thot ky dokument i siguruar nga Vox Kosova, për to nuk gjenin një gjuhë të përbashkët. Ndonse takimet ishin sekrete dhe larg syrit të mediave, 2 pjesëtarët e partisë në pushtet, Mimoza Kusari Lila dhe Fitore Pacolli, do të siguroheshin që të merrnin mëditjet për ditët në të cilat do të takoheshin dhe shëtiteshin me politikanët serb, siç edhe e tregojnë këto raporte që ka siguruar Vox Kosova. Ritheksojmë, gjithçka ndodhte 1 muaj e disa ditë pasi në veri ishte vrarë një policë në një aksion terrorist të udhëhequr nga një njeri me lidhje të ngushta me listën serbe, akterët e së cilës këta pushtetare opozitar po i takonin shlirshëm, fshehur azi në një qytet periferik të Zvicrës. Derisa takimet me përfaqësues të qeverisë të Serbisë po vazhdonin së kaqeve të Zvicrës, saktësisht në të njëjtën kohë, Albin Kurti në Kosovë vazhdonte të deklaronte se nuk bën dot dialog me Serbinë, derisa ata se dorëzojnë kryeterroristin Milan Radojčić. Ajo çfarë unë kërkoj që të kërkohet prej tij, sepse ne s'kemi jurisdiksion në Serbi, është dorëzimi i grupit terrorist paramilitar të Milan Radojčićit. Kështu deklaron edhe sot. Për të vazhduar dialogu, natyrisht ne kemi nevojë që Milan Radojčić, kryeterroristi që na e vrau rreshterin policor, heroin e Kosovës Afrim Bunjaku, të dorëzohet organeve të sigurisë në Kosovë. Derisa Kusari Lila e Pacolli mund të kenë rezervuar takimin e radhës në ndonjë qoshe të Zvicrës.